Turqia do të presë më 7 dhe 8 korrik samitin e NATO-s, ku të pranishëm do t'jenë liderët e 32 shteteve anëtare, përfshirë edhe presidentin Trump. Për garantimin e sigurisë përgjatë këtij aktiviteti, autoritetet turke kanë angazhuar mbi 56.000 forca policie. Udhëheqësit e NATO-s do të mblidhen në Ankara për samitin e 7 dhe 8 korrikut mes presionit nga presidenti Donald Trump që Evropa të rrisë shpenzimet e mbrojtjes dhe pas muajsh fërkimesh transatlantike mbi luftën e Iranit dhe Groenlandën. Në samit marrin pjesë drejtues të 32 vendeve anëtare të NATO-s, presidenti i Ukrainës, krerët e institucioneve kryesore të Bashkimit Evropian dhe delegacione të rëndësishme. Për Turqinë, ky samit përfaqëson shumë më tepër se sa një takim të zakonshëm të NATO-s me pritshmëritë për forcimin e pozicionit të saj, rigjallërimin e marrëdhënieve me Washingtonin dhe çështje të tjera. Një nga momentet më të rëndësishme pritet të jetë takimi mes presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe kreut të Shtëpisë së Bardhë Donald Trump në vizitën e parë të një presidenti amerikan në Turqi në 12 vjet. Ndërsa Shqipëria pret që samiti i Ankaras të konfirmojë zyrtarisht organizimin e NATO 2027, i cili është planifikuar të mbahet në Tiranë. Sa i takon sigurisë, autoritetet turke kanë vendosur masat jashtëzakonshme. Mbi 56.000 efektiv policie dhe xhandarmërie janë angazhuar për garantimin e rendit, ndërsa janë mbyllur rrugë kryesore dhe janë vendosur kufizime në qarkullimin rrugor dhe atë ajror. Takimi mbahet në kompleksin presidencial të Ankaras nën kryesinë e presidentit Erdogan, ndërsa 3 aeroporte do të përdoren për pritjen dhe përcjelljen e delegacioneve. Gjithashtu pritet që rreth 3.000 gazetarë të mbulojnë ngjarjen.